Parlamenti Evropian ka publikuar raportin vjetor mbi implementimin e politikës së jashtme dhe sigurisë, i hartuar nga kreu i Komisionit të Jashtëm David McAllister. Në një pjesë të këtij raporti që ka marrë tashmë dritën jeshile nga eurodeputetët, vlerësohet ambicia e Shqipërisë për të mbyllur negociatat e antarësimit deri në vitin 2027. Parlamenti Evropian mirëpret ambicien e Shqipërisë për mbyllje me shpejtësi të negociatave të antarësimit. Theksojmë nevojën për intensifikimin e mëtejshëm të reformave në veçanti në lidhje me sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në raportin e Parlamentit Evropian mbështetet po ashtu puna e institucioneve të pavarura të drejtësisë, në veçanti ajo e prokurisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kundërshtohen ndërhyrjet politike ndaj hetimeve që kjo strukturë po kryen. Ne paralajmërojmë aktet kundër cënimit të punës së institucioneve të pavarura, siç është struktura speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Parlamenti Evropian bën thirrje për dialog dhe angazhim konstruktiv mes mazhorancës dhe opozitës, polarizimin e fortë politik në vend në dobi të reformave të integrimit evropian. Nënvizojmë rëndësinë e pluralizmit të qëndrueshëm politik dhe nevojën për një opozitë konkurruese. Bëjmë thirrje për dialog dhe angazhim konstruktiv mes mazhorancës dhe opozitës për të kapërcyer polarizimin e fortë politik në vend. Ky raport vjen në prag të seancës së posaçme për situatën politike në vendin tonë që do të zhvillohet në Bruksel ditën e mërkurë në mesditë, për sa i përket edhe përgatitjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.